opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si që shifni, rrokullisjen e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Në fakt, në një seri qytetesh, opozita është në protest, po këto janë sporadik, janë të organizuara, por nuk janë masive si sa që duhet tjenë, por do bë. Kështu që Edi Ramën çdo ditë, çdo javë që kalon, Shqipëria shkon thellë e më thellë në krizën e saj. Ndaj dhe thash, pollët tani ai e ka të vetin polli, nuk e ka nga unë. Jo, e din vetaj. Përpara i bënte pollët Alistair Campbell me i gjante ato ekipe, se vetë nuk merret Alistair, nuk merret me pollë, po gjante ekipet. Tani duket e ka pa që nuk ja vlen më marrë me të, dhe tha që është i përfunduar. Ai nuk ka më shpresë. Rama nuk ka më shpresë. Një grinavec i droguar që merret dhe shahet dhe ziret gjithë ditën me protestuesit për komentet e tyre të drejta, etiketat që i vënë. Trollsa, Sora, Korba, përfituron vetën kufon politike që këto i çukisin si Korba dhe Sora trupin e tij. E kuptoni ku ka degraduar? Se heq atë frazë. Vini re, Trollsa, Sora, Korba. Se ato ushqehen, dihet që Korba dhe Sorat ushqehen në kufoma. Unë them politike, jo fizike, po në klasë politike, po edhe protestuesit politike kanë, nuk e kanë fizike. E në paqësor.